Kur doktoroj Bedriu në Shkup, se ka qenë ligjerus në Shtup, më që një ftesë mu, bashkë me doktorët e shkencave të Shkupit dhe të Universitetit të Tetovës e të Shtulit. Rektori Universitetit Redina Avazi i tha, o Bedri, hajde ne këtu, po Genci që kërkon. Po të mos ishe Genci, si ishe unë këtu. A i qashtu? Bedriu tha se ne, falë profesor Gencit, ne në ekonomi që kemi qenë, të gjithë, me thonë, kam generata, bajgji kemi qenë një 10-15 vetë generat, Shukrina Ilje, Temiseni, unë e tjerë, ne nuk kemi pas nevojë të mësojmë matematikë fare në ekonomi. Edhe asë njeni student në ekonomi nuk ka dështuar për lëndën e matematikës. Edhe pse matematika ishtë dy shkallë, vitin e dytë dhe të tretin, ne nuk kishim asë një problem lidhur me matematikë. Me atë matematikë që programi mësimor si ishte atëherë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkencës. Unë gjithë një jam njës për, se familjarisht jemi për arsim kemi forë gjithë një. Me tradit në arsim. Tjetër, kur gjohë. Me që se baba shkollën të gësharin, dimër e kryin fakultetin në Stambol, Bejlerbej, shkollë Jeni Qerës, fakultetin Selanik. Gjatë gjutuja ka ditë. Arsimin e ka dashtë. Kur ka ardhë të topë ka pas problem se vajzat ndërmësuset e para, motra ime, me djaja, e ke pa, mësuse, që i bëjsh vajzat shkinë. E baba ka thanë, koha dhe të tregon. Koha dhe të tregon. Profesor Genci tha se ka qenë klasa shumë e mirë matematikë. Unë du të jap një argument që të bindemi se vërtet ashtu ka qenë. Unë mbasi kryeva gjimnazin, kam regjistruar elektroteknikën në Prishtinë, dhe atje kam pas fatin ose fatkeqësin që të ballafaqohem me nxënësit e shkollës së mesme të matematikës, të cilët kam pas gjimnazin matematikor, të cilët kam pas 20 orë mësim, 20 orë matematikë në javë, kurse ne kemi pas gjeneratën 8 orë. 8 se kemi qenë. Dhe gjenerata jonë me meritat e profesor Gencit se kemi pas bazën e fort, edhe kemi arrit në konkurencë me ato edhe bilet të dalim edhe më të mirë. Kjo është një fakt që me të vërtet ne kemi mësu me bazë dhe du të them edhe një fjali. Vështirë gjen njëri pedagog si Genci, si profesor Genci që të shpjegon matematika. Unë jam mundu ta emitoj njëherë, tash do t'i bëj reklam një universitetin në Prishtinë, Universitetin Fama, shoh se studentët shumë të dobët në matematikë, unë s'kam dhënë matematikë, kam dhënë tjetër, e kam marrë orë plotësuese kam mbajt matematikë dhe jam mundu ta emitoj profesor Gencin, t'u ashtin në shpirt matematikën nxënësve, atje studentëve. Atë mjeshtri e ka profesor Genci dhe shumë vështirë. Edhe ne fakti që kemi qenë të ati, ne kemi pas sukses.